Po, me që e përmende famën dhe na ime ka rreth fundit të bisedës dhe komplet biseda pat një koncept që jo çdo herë ëndrat na realizohen duke nejtë mbrapa njerëzve. Në këtë rast si që Elvana tash si fytyrë publike, megjithëse s'po të pëlqen me të thonë, nuk du me më thonë VIP, megjithëse je një fytyrë publike, je prezente, të njohim, përmendet lakohet emri jot edhe në tavolinat kur nuk je. Domethënë kjo është pas një pune, Elvana, jo pas një viktime, as pas një kur gjatë tjetër, është thjesht pas një pune të madhe që ke po. Ajo që ka përdu me të pyte që po besoj që kurreshtja është e madhe, a tu ka lehtësu ty qasja në çdo gjë që ti dëshiron, tash që je fytyrë publike? Normal, ndikan. Jo, kjo është e vërtet, ndikan. Të qenit person publik i ke disa rrugë më të hapura, ke qasje më të lehtë, ndoshta qoftë në institucione, qoftë tek njerëz që janë më të rëndësishëm ose vendimarrës, kjo natyrisht që është e vërtet. Mirë po siç e tha edhe ti, famën e sjell puna, për mua të paktën. Edhe gjithmonë ose unë kur kam ardhur në pozitën e ambasadorës, është për shkak të punës jo të rrjeteve sociale. Gjithsesi, edhe fama përmes rrjeteve sociale le të shërbejë ose le të përdoret në aspektin pozitiv, mos të përdoret në aspektin negativ. Nuk jam kundër famës në rrjete sociale ose dikush që bëhet i famshëm nga Instagrami ose TikToku. Krejt në rregull, po përdore për gjëra të mira, përdore për ta mësuar dikë. Jo për ta denigru, sepse jemi dëshmitar të faktit që edhe disa të famshëm e përdorin për t'i denigru të tjerët. Edhe unë jam kundër kësaj, domethënë ta përdorim famën për gjëra të mira, për gjëra pozitive dhe për t'ju ndihmu, për t'ju gjinë të tjerëve në jetë. Tani kjo a na pëlqen as na pëlqen është çështje tjetër. Nuk besoj që s'kesh me i pëlqy dikujt, gjithsesi unë po them për shkak të modestisë, sepse kam dëshirë me u trajtu e barabartë me të tjerët, por është një farë lloj presioni. Definitivisht po ka dhe benefite. Natyrisht. I ka dy anë të medaljes, si e tha, domethënë në fillim që është thik me dy teja, veç është mirë me ditë me menaxhu, sepse mos menaxhimi i famës din me dëmtu edhe në masë të madhe. Problemi është që sot mundet me u bë gjithkush i famshëm. Kushdo që e ka një telefon mundet me u bë potencialisht i famshëm me një video reel që mundet me i dhez, po them, në gjuhën që e përdorim. Domethënë kjo mandej mundet me qenë rrezik, sepse je person totalisht i thjesht, i cili ndoshta i moshës tre dhe nuk din me menaxhu krejt ato në cilën tu ka hap një derë shumë e madhe, me një publik shumë madhe dhe me një kërkesë shumë madhe dhe ti thjesht je në një momentum kur s'din me menaxhu situatën, ka dalë situata jashtë kontrollit, tu qëndron rreziku. Persona që bëhen të famshëm me punën e tyre në formë graduale, ata ma ndryshe menaxhojnë sepse gjithçka shkon shkallë gradualisht edhe mas çdo suksesi është një punë, një rrëfim, pritja që ka qenë aty për me mrri atë sukses e tjerë, kështu është pak më e lehtë për këta. Kjo fama me njerëzshme është pak më e vështirë me u menaxhu edhe sidomos për faktin se personi mund me gjetë të papërgatitur totalisht. Edhe mi u kthy bumerang pastaj. Patjetër, kjo është një mandej ti veç për një personi i thjeshtë të ka njohur veç njerëzit e tu, je bën një person publik edhe kudo që je, njerëzit kanë me të njoft, cënohet jashtëzakonisht shumë privatësia dhe personi ndjehet i ngulfatur, ndjehet në ankth, nuk din ç'është duhet me u sjell, ç'është duhet me reagu. Ka gjithmonë njerëz që ndoshta kërkojnë edhe fotografi ose afrohen ose shikojnë edhe pa po fotografinë mandej ajo ideja që tash ta krejt po më njohin, mundet me kriju një ndjenjë të ankthit edhe shkput personin prej vetës vetë edhe këtu qëndron rreziku pastaj.